Sektori bankar shpreson se në vitin 2014 qeveria do të pranojë disa nga kërkesat e tyre për ndryshime të disa ligjeve në mënyrë që të përmirësohet puna e tyre. Për momentin, bankierët e Maqedonisë nuk kërkojnë nga qeveria që qytetarëve të Maqedonisë të mundsojë të kenë llogari bankare në bankat e huaja, por kërkojnë të liberalizohet qarkullimi pagesor me shtetet e jashtme. Më saktë, nëse ndonjë qytetar në çfarëdo lloj baze ka ndonjë llogari jashtë vendit, për shembull për shkak të punës me vite që bën jashtë shtetit, të mund mjetet që i ka në bankën e huaj t'i tërheq përmes llogarive që ka në bankat vendore, e jo të udhtoj jashtë shtetit dhe të sjell para të gatshme. Ndryshim të ligjit për punë devizore, qarkullim pagesor divizor, pasi çdo ditë ballafaqohemi me probleme sepse ky ligj, të shprehur në mënyrë figurative, ka shtesa të social realizimit dhe nuk përshtatet me kohën e tanishme. Kjo iniciativë disi sikur është lëmpazore. Udhëheqësit e grupacionit të bankierëve në odën ekonomike Gjorgji Jançevski dhe Jitka Pançukova kërkuan edhe ndryshimin e ligjit të vlerësuesve, ligjin e TVSH-s gjatë realizimit, pasi realizimi nuk është qarkullim, prandaj nuk duhet të paguhet, ndërsa kërkohen ndryshime edhe të ligjit të quajtur FATCA, ku tani bankat vendore nuk guxojnë qeverisë amerikane t'i japin informata për qytetarët amerikanë që kanë llogari në bankat në Maqedoni. Jançevski paralajmëroi se gjatë vitit të ardhshëm do të rriten kredit për ekonominë, pasi ka rritje të ekonomisë, ndërsa bankat janë përplot me para.